Autoritetet e rendit janë përgjigjur negativisht njoftimit të opozitës për protestën e tretë kombëtare që pritet të mbahet pas ditën e së premtes në kryeqytet. Sipas policisë, vendimi është marrë pas një analize të detajuar të riskut, duke marrë në konsideratë edhe ngjarjet e protestës kaluar, ku ndaj forcave të rendit u hollën bomba molotov dhe lëndë piroteknike, duke shkaktuar dëmtimin e disa punojësve të policisë. Megjithatë, pavarësisht mosmiratimit, strukturat e sigurisë do të jenë pranishme masivisht në terren. Rreth 1300 forca policie pritet të angazhohen për të ruajtur rendin publik, institucionet dhe sigurinë e qytetarëve gjatë ubimit të paralajmëruar. Thirrje për qetësi dhe respektim të ligjit bëri dhe ministra e Brendshme Albana Koçiu, e cila gjatë një konferencë për mediat prezantoi prioritetet e punës së Ministrisë së Brendshme. Ne kemi thënë shpeshherë protestat janë një drejtë kushtetuese për të protestuar në mënyrë paqësore, për të shprehur bindjet, opinionet apo për çdo gjë që kushdo mendon që do duhet protestojë. Sa i përket faktit që policia e shtetit nuk e ka miratuar zhvillimin e protestës sotme, patjetër që kjo është një procedurë e cila është e lidhur drejt për drejt me dy protestat e kaluara, duke patur në konsiderat veprimet e dhunshme që janë kryer në dy protestat e kaluara, por në ndërkohë nga ana tjetër, ju e thatë vetë, e drejta për të tubuar dhe për të manifestuar është e kujdo. Policia e shtetit ka për detyrë të ruajë rendin dhe sigurinë dhe për këtë është e angazhuar maksimalisht. Ajo theksoi se ndër objektivat kryesor janë vendosja në shërbim të qytetarëve të aseteve të konfiskuara nga krimi, mbështetja për familjet e efektivëve të rënë në detyrë, rritja e pagave për 720 punonjës të strukturave speciale, si dhe vijimi i operacioneve për forcimin e lishmërisë në territor. Autoritetet paralajmërojnë se çdo tubim të zhvillohet në mënyrë paqësore dhe në respekt me ligjin.